Në vitin 1896, një fermer nga Zelanda e Re kreu një eksperiment të pazakont, duke transportuar 400 dele hibride të rritura për prodhimin e leshit në ishullin Campbell, një ishull i largët dhe i pabanuar, i dominuar nga erat të forta, terren shkëmbor dhe kushte të ftohta. Projekti dështoi shpejt dhe fermeri e braktisi ishullin, duke lënë delet pa asnjë kujdes njerëzor. Për dekada me radhë, ishulli mbeti i paprekur. Kur njerëzit u kthyen më në fund, pas 75 vitesh, u përballën me një rezultat të papritur. Delet jo vetëm që kishin mbijetuar, por edhe kishin lullëzuar. Me kalimin e kohës, ato ishin transformuar në ndjeshëm, duke zhvilluar trupa më të mëdhenj, lesh më të dendur dhe sjellje plotësisht të egra, duke u dukur pothuajse si një krijesë tërësisht tjetër. Ishulli Campbell ndodhet në Oqeanin Paqësor Jugor dhe u zbulua në vitin 1810 nga një kapiten australian gjatë një ekspedite për gjuetin e fokave. Ai e quajti ishullin sipas vëllezërve Campbell nga Sydney, të cilët ishin pronarët e anijes së tij. Fillimisht, ishulli shërbeu si bazë për gjuetin e luanëve të detit dhe më vonë për operacionet e balenave. Në vitin 1896, ai u përfshi në sistemin e qirave pastorale, i cili u lejonte individëve të merrnin me qira tokë shtetërore për blek të ri. James Gordon nga Gisborne u bë qiramarrësi i parë, duke transportuar dele dhe materiale ndërtimi në ishull. Megjithatë, vështirësitë financiare e detyruan ta braktiste projektin deri në vitin 1900. Kapiteni Tucker më pas e mori ishullin me qira dhe zgjeroi operacionin, duke dërguar edhe 3 dërgesa të tjera me dele, kryesisht të racës Marino ose kryqëzime të kësaj race. Deri në vitin 1913, popullsia e deleve ishte rritur ndjeshëm, duke arritur nga 7.000 deri në 8.000 krerë. Ishulli fillimisht e mbështeti këtë rritje fal burimeve të bollshme ushqimore, përfshirë bim vendaze të mëdha të njohura si megabim, të cilat përthithin në mënyrë efikase dritën e diellit dhe ushqinin kafshët kullotëse në klimën e ashpër. Megjithatë, me rritjen e popullsisë së deleve, burimet natyrore të ishullit filluan të shteronin. Deri në vitin 1931, mungesa ushqimit përriqe popullsia të binte në rreth 4.000, duke detyruar braktisjen e aktivitetit bujqësor. Punëtorët e mbetur përjetuan vështirësi ekstreme, të bllokuar në ishull për 2 vjet, pa transport dhe pa komunikim. Kur më në fund mbërriti një anije shpëtimi nga qeveria, vlera e leshit të mbledhur ishte më ulët se kostoja e evakuimit, duke lënë punëtorët pa pagesë. Pasi njerëzit u larguan, delet mbetën plotësisht të vetme. Kjo ishte veçanërisht e rrezikshme, sepse delet të rritura për prodhim leshi kërkojnë qethje të rregullt. Pa këtë, rritja e tepërt të leshit mund të bëhet kërcënuese për jetën. Delet e zbutura janë gjithashtu të papërshtatshme për mbijetesë, pasi u mungojnë mekanizmat të fortë mbrojtje dhe janë shumë të ndjeshme ndaj dëmtimeve, stresit dhe grabiqarve. Një shembull modern i kësaj ndjeshmërie u pa në Australi në vitin 2021, kur një dash i quajtur Barak u gjeti pa afë për të ecur apo për të parë për shkak të grumbullimit të leshit të paqethur për vite me radhë. Pavarësisht këtyre mangësive, ishulli Campbell ofron një mbrojtje të papritur. Shkëmbinte pjerrët dhe erat e fuqishme, penguan infektimet nga insektet, si mizat, të cilat shpesh shkaktojnë dëme të rënda te delet në zona të tjera. Ndërsa popullsia e deleve arriti kulmin në vitin 1913 dhe ra deri në vitin 1931, një rikuperim i jashtëzakonshëm ndodhi midis viteve 1931 dhe 1958, pa asnjë ndërhyrje njerëzore. Fillimisht, shumë dele ngordhen pasi u lanë pa mbikëqyrje, veçanërisht ato që nuk ishin në gjendje të përshtateshin me kushtet e ashpra. Megjithatë, delet që zotronin tipare të favorshme për mbijetesë rezistuan dhe ja transmetuan këto tipare brezave të ardhshëm. Me kalimin e kohës, përzgjedhja natyrore favorizoi kafshë më të forta dhe më rezistente, ndërsa numri i deleve ul, bimësia e ishullit u rikuperua, duke rikthyer disponueshmërinë e ushqimit. Mungesa e grabiqarve e mbështeti më tej mbijetesën dhe rritjen e popullsisë. Gjatë një periudhe prej 40 vitesh, delet kaluan nga kafshë plotësisht të zbutura në një popullat të egër dhe të veçqëndrueshme.
Ato u përshtatën fizikisht dhe në sjellje me një nga mjediset më të ashpra në botë, pavarësisht se në fillim kishin qenë plotësisht të varura nga njerëzit. Historia e tyre demonstron fuqinë e izolimit dhe përzgjedhjes natyrore, duke treguar se sa shpejt një specie mund të përshtatet kur lihet vetëm në një mjedis ekstrem. Kur njerëzit u kthyen në ishullin Campbell në vitin 1975 për të mbledhur delet e mbetura, u përballën me një zbulim befasues. Edhe pse kafshët dukeshin se i përkisnin se një të strazë të sjell fillimisht në ishull, në realitet ato kishin evoluar në diçka dukshëm ndryshe. Dekada izolimi dhe ekspozimi ndaj kushteve ekstreme e kishin transformuar si fizikisht ashtu edhe në sjellje. Gjymtyrët e tyre ishin zgjatur, qëndrimi ishte më i drejtë dhe kokat mbaheshin më lart se ato të deleve në kontinent. Leshi i tyre tregonte dëmtime të dukshme nga era dhe moti i pamëshirshëm, ndërsa nofullat ishin deformuar nga vite të tëra shqyrje, të bimësisë së fortë dhe rezistente. Ndryshimet shkonin përtej pamjes së jashtme, kur shkencëtarët u përpoqën t'i ushqenin delet me ushqim tradicional për bagëti, kafshët dukeshin sikur nuk e njihnin atë. Në vend që të hanin barin e vendosur në tokë, ato përpiqeshin instiktivisht ta tërhiqnin lart, duke shpërndar kudo. Kjo i detyroi studiuesit ta lidhnin barin në tufa, duke imituar mënyrën se si delet kishin mësuar të ushqeheshin në natyrë. Kjo sjellje tregonte sa thellë ishin përshtatur zakonet e tyre me mjedisin. Vëzhgime të tjera zbuluan tipare mbijetese të jashtëzakonshme, përfshir lindjen e qengjave nga delet, ndërsa qëndronin në këmbë dhe aftësinë e qengjave për të ecur vetëm pak minuta pas lindjes. Delet kishin zhvilluar gjithashtu rezistencë ndaj dy sëmundjeve të njohura dhe shfaqin një aftësi natyrore për të hedhur leshin, një tipar më i afërt me paraardhësit e tyre të egër sesa me delet e zbutura. Rutinat e tyre të përditshme pasionin më tej një përshtatje ekstreme. Delet kullotnin pothuajse pa ndërprerje, nga herët në mëngjes rreth orës 4 deri vonë në mbrëmje rreth orës 23. Pavarësisht temperaturave të ulta, shiut apo erave të fuqishme. Kur erat forcoheshin, ato instiktivisht u kthenin shpinën dhe vazhdonin të ushqeheshin. Kjo kullotje pa ndërprer ishte thelbësore për mbijetesën në një mjedis ku ushqimi ishte i kufizuar dhe kërkesat energjetike ishin të larta. Megjithatë, pavarësisht përshtatjes së suksesshme të deleve, shqetësimet në rrjetje për dëmtimin ekologjik e shtyn qeverinë në vitin 1937 të rishqyrtonte përdorimin e ishullit. Fokusi u zhvendos drejt mbrojtjes së florës dhe faunës vendase. Në vitin 1954, ishulli Campbell u shpall zyrtarisht rezervat natyror dhe u lëshuan urdhra ligjor për largimin e plot të deleve. Deri në vitin 1958, vlerësimet shkencore tregonin se kishin mbetur më pak se 1000 dele. Megjithatë, popullsia filloi të rikuperohej sërish. Për të parandaluar dëmet të mëtejshme ekologjike, autoritetet ndërtuan një gardh përmes ishullit dhe angazhuan ekipe për të ulur numrin e deleve. Përmes disa fushatave të njëpasnjëshme të zhdukjes, rreth 3000 dele u asgjësuan. Deri në fund të viteve 1980, delet e fundit të mbetura në ishull u eliminuan. Edhe pse vendimi ishte emocionalisht i vështirë për shumë kënd, e ju konsideruaj domosdoshëm për të mbrojtur ekosistemin e brisht të ishullit. Megjithatë, jo të gjitha delet humbën. Gjatë operacioneve të shpëtimit në vitet 1975 dhe 1976, një grup i vogël u shpëtua për ruajtje dhe shumim në Zelandën e Re. Kapja e tyre rezultoi jashtëzakonisht e vështirë, pasi delet ishin bërë plotësisht të egra dhe të kujdesshme ndaj njerëzve. Përfundimisht, shkencëtarët arritën të mblidhin 58 prej tyre, duke përdorur bilbila të posaçëm për t'i drejtuar drejt zonave të kontrolluara. Këto dele ishin dukshëm të mëdha dhe të forta, duke bërë qengja të fuqishëm pasi u zhvendosën. Megjithatë, menaxhimi i tyre kërkonte shumë përpjekje. Nga 58 kafshët, vetëm 10 u përzgjodhen nga Ministria e Bujqësisë dhe Peshkimit si materiale të përshtatshme për shumim. Këto dele u lidhën me zinxhir, duke përdorur jak për qen dhe shkencëtarët i bartën fizikisht një nga një përmes terrenit të ashpër, duke i transportuar rreth 1.9 km deri tek kania që i priste. Pasi u larguan nga ishulli, linja e gjakut të këtyre deleve u ruajt si një tufë e rrallë dhe gjenetikisht unike e racës së pastër.
Për shumë vite, kjo popullat mbeti e paprekur. Megjithatë, në vitin 2017 ndodhi një tragjedi, kur 5 nga këto dele të ralla u vodhën dhe u therrën. Ky akt e uli popullsinë në vetëm 30 individ. Për na ju shkatrua emocionalisht, jo vetëm për shkak të vlerës gjenetike të deleve, por edhe sepse disa nga kafshët e vjedhura ishin shtatzëna dhe pritej të lindnin brenda 2 javësh. Besohet se vjedhja u motivua thjesht nga vlera e mishit, pa asnjë konsiderat për rrallësinë e tyre. Sot, delet e mbetura vazhdojnë të jetojnë dhe të shumohen, duke ruajtur atë që ka mbetur nga kjo linjë e jashtëzakonshme. Megjithatë, shumë shkencëtar besojnë se nëse delet do të ishin lënë në ishullin Campbell për një kohë të pacaktuar, pa ndërhyrje njerëzore, ato mund të kishin vazhduar të evoluonin deri në shndërrimin në një specie krejtësisht të re. Historia e tyre tregon se si izolimi mund të nxjisë ndryshime të shpejta dhe të thella gjenetike dhe të sjelljes. Në të njëjtën kohë, ajo thekson se si ndërhyrja njerëzore, edhe kur motivohet nga ruajtja, mund të ndërpresë proceset natyrore të evolucionit. Delet e ishullit Campbell mbetën një shembull i fuqishëm i evolucionit në veprim dhe ngren një pyetje të përhershme mbi mënyrën se si jeta përshtatet kur lihet plotësisht në mëshirë të natyrës. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në kanalin ton dhe aktivizoni zilin që të njoftoheni për video të ardhshme. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi herën tjetër.